Përshëndetje miq të televizionit Arbëria. Jemi në Malishev dhe do t'i pyesim qytetarët se a ishin të pritshme rezultatet e zgjedhjeve të 12 tetorit. Si partijak i PTK-s nuk jam i kënaqur. A jam i kënaqur me punë që ka bën. Po. Me punë që ka bën e meriton. Si ju duk rezultati për Malishevën në zgjedhjet e 12 tetorit? Rezultati nuk ka qenë befasos, për disa parti tjera ka qenë befasos, po për neve ka qenë e preshme për shkak projekteve që kanë realizu kryetari Kastrati me ekipin e tij. Ne kemi pritni një rezultat të tillë për shkak të punës, për shkak gatishmërisë, për shkak përgjegjësisë që ka pas afërsinë kryetari me gjithë qytetarët e Malishevës, edhe kemi prit një rezultat. Për mendimin tim ndoshta kemi pritur 57, 58, 59, po edhe 53 është dihet që për herë të parë në Malishev është votuar domethënë është shku rezultati pa ballotazh. Po, e vërtet. Mikrofonin e mojona. Edhe një pyetje. Çka do të më pas parasysh kryetari tash për Malishevën? Po besoj që tash kryetari më që ka programin e tij, ato që Po cila pjesë e fushatës ju ka pëlqyer më shumë? Cili premtim? Vallai nuk ka pas diçka që s'na ka pëlqyer për kryetarit. A po? Domethënë se bosh premtime të jenë bushë shumë lehtë. Po premtime me realizu në një 3 vjeçare gjys, ka qenë që është realizu në Malishevë urbane që në historinë e Malishevës nuk ka pas investime, ka të mëdha dhe nuk ka pas domethënë me një farë me përgjegjësi, stabilitet ka të madh. Domethënë është një prej kryetarëve të parë që e ka pas me një farë me bashkëpunimin haptazi me qytetarët, dhe janë realizu projektet pas një problemi. Si ju duk rezultati i zgjedhjeve të 12 tetorit? Vallai, nuk di çka me thonë. Nga ona jemi katastrofë. Pse? Ka pas parregullsi. Pa jeni të kënaqur me rezultatin? Jo. Pse? Nuk jeni i kënaqur që tani prapë Ekrem Kastrati po e udhëheq Malishevën? Po qëre, Ekremi e meriton me kon kryetar që ka punu. Edhe pse jam në PDK, ka meritu, ja kanë qitë votën. Po. Edhe e gëzoft urime. Po jo si qytetari Malishevës do të më kanë të kënaqur pra mos i ka punu Kastrati? Si partijak i PTK-s nuk jam i kënaqur. A jam i kënaqur me punë që ka bën. Po. Me punë që ka bën e meriton. E prej PTK-s kishe prit ndonjë rezultat më të mirë apo? Po, shumë më të mirë. Po ju të njëjtën kohë po thoni që edhe Kastrati ka punu, po veç se nuk është në Partinë Demokratike të Kosovës, nuk je i kënaqur. Po. A kisha guxuar me ta thonë një fjalë, se me thonë? Urna. A kisha guxuar me thonë që nuk ka rëndësi çfarë partia është, një person veç që punon? Po, me ato plotësisht ju me ty. Fakti vi që punon. Po, varet edhe tash në asi allohu si PTK-s ose si... E nëse i shkon Ekrem Kastrati në Partinë Demokratike të Kosovës? Me gjithë shumë. Interesant. Shumë. Po. Po, qa me bon tash, urime, i koft. I koft ka punu? Ka punu, e meriton. Që shu dok rezultati? Pra jo, ka kështu adekuat për me folë për pyetjet mia. Mirë, që pa thu për pyetje, po saj për këtë zgjedhje, fortuni nuk jam fort. I kënaqën si? I kënaqën jo, po nuk i ndjeki partitë politike, hiç nuk më interesojnë asnjë parti politike. Po ju jetoni në Malishev? Normal. Votën ja japi, A i ka qenë i pritshëm rezultati? Po. Ka qenë i pritshëm, se ka punu mjaft mirë, edhe ka fitu, populli e ka vlerësu. Po, e çka po mendon që do të më pas parasysh tash Malishev? E din ta vetë, unë s'kam asnjë këshill. A keni votu? Po. A je i kënaqur me rezultat? Po. Do me thonë, Ekrem Kastrati e meriton mandatin që populli ka vërtetu, vota ka vërtetu, s'ka më në çka me thonë më shumë. Po. Si person që shpjo vdokët kryetari? Po, personi është i mirë, kryetari është i mirë, edhe pse s'kum pas bëj me ta kur gjë, as me komunën. Po. S'kam kur gjë ma tepër.